Kryetari i komunës Soferizajt Muharrem Svarqa në një konferencë me gazetar njoftoi për masat të cilat i ka ndërmarrë shtabi emergjent për tejkalimin e situatës së krijuar pas rreshjeve të Borrës. Svarqa konstatoi se të gjitha rrugët në komunën e Ferizajt aktualisht janë të kalueshme dhe qytetarët kanë qasje në të gjitha institucionet, ndërkohë që po punohet edhe më tej për pastrimin e tyre nga Borra. Svarqa tha se këtë vit janë ndarë 30.000 euro për pastrimin e rrugëve nga Borra, duke theksuar se komuna që ai udhëheq ka ulur dukshëm shpenzimet e paras publike nga se ka ndërruar formën e kontraktimit. Ne kemi avancuar në pikpamje të menaxhimit të paras publike, duke ndërruar formën e dhënies së kontratave nga kontratat fiktive në kontrata kornizë, që nënkupton pagesën në bazë të vëllimit të kryerjes së punimeve. Kryetari Svarqa i quajti shpifje zërat se tenderi për mirëmbajtjen e rrugëve është bërë mbi baza të nepotizmit. Shtoi se gjithçka është proceduar sipas ligjit. Sa i takon shqetësimeve të ngritura që kryetari i komunës ose të tjerë kanë lidhje me këto kompani, absolut s'ka të bëjë me realitetin. Këto janë vetëm shpifje. Ndërkaq si ekzekutues punimeve nën kontraktor, pavarësisht kush janë, unë i përkroj dhe i ftoj që të punojnë dhe të realizojnë punë për interesa të kompanive të tyre. Ndër të tjera, Svarqa bëri të ditur se gjatë kësaj jave janë ndihmuar me artikuj ushqimor 70 familje, kryesisht të fshatrave të thella malore si Jezerci e Burniku, por edhe të fshatrave të tjerë. Nga familjet e ndihmuara, ai tha se rreth gjysma janë të komuniteteve pakic.